Përshëndetje të dashur dhe mirë se erdhët edhe në videon e radhës. Në këtë video së bashku do të ndalemi te mësimi 21, nivelit të parë të gjuhës angleze. Ndërsa të tjera çfarë do të shohim? Do të shohim pak present continuous or simple present. Pra do bëjmë një krahasim ndërmjet dy formave të ndryshme, pra e tashme e vazhduar apo e tashme e thjeshtë. Okej, kështu që do dallojmë kur përdorim njërin, kur përdorim tjetrën për mos të pasur vështirësi dhe ngatresa gjatë përdorimit të tyre. Përveç kësaj do të shohim pak the weather, koha ose moti, si referohemi ndryshe në shqip, disa shprehje të cilat kanë të bëjnë me kohën. Atëherë, le të shikojmë pak aspektin gramatikor. Keni parasysh që meqense këto dy aspekte të kohës së tashme ne i kemi marrë tashmë, disa gjëra do të jenë vetëm për t'i rikujtuar pak. Për shembull, tham që simple present është e barabartë me çfarë? Things we usually do and things that are normally true. Pra, gjëra që ne zakonisht i bëjmë ose gjëra që normalisht janë të vërteta. Për shembull, I work in an office. Unë punoj në një zyrë, po tregojmë diçka të vërtetë. Okay, kurse present continuous, okay, ata që bëjmë versionin britanik mund ta shikojnë ose mund ta dëgjojnë edhe si ta kenë dëgjuar edhe si present progressive, është e njëjta gjë, nëse themi present progressive ose present continuous, është e njëjta gjë. E barabartë me çfarë? Things happening now, at the moment. Pra, ku është një aspekt ose cili është një aspekt që ne përdorim present continuous për gjërat të cilat po ndodhin tani në këtë moment. Okej? Keni parasysh që present continuous do të ketë edhe aplikime të tjera në gjuhën angleze, të cilat do të shikojmë në nivelet në vazhdim. Për shembull, I'm working at home today. Unë po punoj ose në shqip mund ta përkthejmë jam duke punuar në shtëpi sot. Pra po tregoj për një veprim që po ndodh në këtë moment që ne po flasim tani. Atëherë, në të djathtë shikoni, një aspekt tjetër ku ne e përdorim simple present ka të bëjë edhe me disa ndajfolje, okay? We often use simple present with adverbs of frequency. Pra, do na ndodhi që shpesh të tashmen e thjesht ta përdorim me ndajfoljet e shpeshtësisë. Prandaj, nëse ne shohim në një fjali, për shembull jemi duke zgjedhur një ushtrim apo duke bërë një test ose diçka të ngjashme. Dhe nëse shikojmë që në fjali është përdorur një nga ndajfoljet e shpeshtësisë, ka shumë gjasa që kjo fjali të jetë në simple present. Cilat janë ndajfoljet e shpeshtësisë edhe një herë për t'i kujtuar? Always, gjithmonë, usually, shpesh, sometimes, disa herë ose pak herë, dhe never, asnjëherë ose kur. Keni parasysh që kemi edhe disa të tjera ndajfolje të shpeshtësisë, këto le të themi janë ato katër më të përdorurat. Për shembull, I usually drink soda at lunch, but today I'm drinking water. Okay? Tani, këtu kemi një fjali të gjatë. Keni parasysh që kur ne kemi marrë kohët e ndryshme në gjuhën angleze, ose aspektet të ndryshme të së njëjtës kohë, zakonisht i kemi marrë të ndara dhe ku kemi marrë shembuj fjali të ndryshme, kemi marrë fjali ku përmbanin vetëm një nga aspektet e kohës, ose vetëm një kohë të caktuar. Por në një fjali relativisht të gjatë mund të themi, mund të ekzistojnë edhe dy forma të ndryshme, siç kemi edhe këtu. Ku pjesa e parë deri te presja, pra lunch, I usually drink soda at lunch, është në simple present dhe tregon që unë zakonisht pije me gaz, soda u referohemi pijeve me gaz si Coca-Cola, Pepsi, Fanta dhe gjëra të ngjashme. Pra në drek. Dhe pjesa tjetër mbas pikës është në të tashmen e vazhduar. But today I'm drinking water. Por unë sot po pi ujë. Okay? Një aspekt tjetër, kujtojmë që ndajfoljet e shpeshtësisë do të vendosen përpara foljeve normale, por mbas foljes be, mbas foljes is ose are, kurse në krahasim në lidhje me foljet e tjera, për shembull këtu e kemi përpara drink. Okay? Kurse we often use present continuous with phrases like. Ne zakonisht e përdorim të tashmen të vazhduar me shprehje të tilla si now, tani, right now, përsëri që në shqip do përkthejmë tani, today, sot, etc. Pra, nëse na ndodh të shohim shprehje të tilla, do të kemi të bëjmë me present continuous. Plus pasaj që kemi thënë edhe një herë se si të dallojmë dhe nga se ndërtohet present continuous. Për shembull, what are you doing right now? Çfarë po bën tani?
She's wearing a nice coat today. Ajo ka veshur një palto të mirë, të lezetshme sot. Pra këto janë disa aspekte se si mund t'i dallojmë njërin nga tjetra. Tani të kalojmë pak te aspekti i radhës, the weather, okay? Kur flasim për kohën ose për motin. Okay. Kur duam të tregojmë si është koha, moti, do përdorim it is. Dhe pasaj do të shtojmë fjalën që tregon për kushtet atmosferike ose për kohën se si është. Për shembull, nëse duam të themi që është kohë me diell, do të themi it's sunny or it is sunny. Okay? Nëse duam të themi që është nxehtë, do themi it's hot. Okay? Që është ftohtë, it's cold. Cold. Okay? Nëse është me erë, it's windy. Nëse është kohë me re, it's cloudy. Nëse është duke rënë shi, it's raining. Dhe nëse është duke rënë borë, it's snowing. Okay? Vini re se disa nga shprehet se ne përdorim, se kthehemi pra mbrapa, janë me ing, të tjerat janë me y në fund. Përse? Sepse ndryshon nga roli gramatikor që ka ajo fjalë. Për shembull, nëse fjala po përdoret si folje për të treguar një veprim në vazhdim, do të marrë ing në fund. It's raining, it's snowing, për të treguar që veprimi po ndodh tani. Pastaj aspektet e tjera do të shikojmë pak nga pak në nivelet e tjera ku do futemi në më tepër detaje. Tani, të kujtojmë edhe njëherë se si e shtojmë ing në fund të foljeve, spelling rules, verb plus ing. Okay, nëse ju kujtohet, kishim disa aspekte. Okay? Aspekti i parë është kur ne foljes bazë i shtojmë direkt ing, pa bërë asnjë ndryshim. Add ing. Base form, forma bazë, për shembull read, i shtojmë ing. Reading. Kujtojmë edhe njëherë që g në fund është mirë të mos ta theksojmë, sepse është shumë e butë. Dhe nëse ne themi reading, nuk do t'i ngëllojë dhe aq bukur. Ose study, studying. See, seeing. Tani, aspekti i dytë ka të bëjë me të foljet të cilat kanë e në fund. Okay? Çfarë bëjmë në këto raste? Do të heqim n dhe do të shtojmë ing. Drive, driving. Have, having. Take, taking. Keni parasysh që në të folur, në pronunciation, nuk do të ndryshoj diçka, sepse ne tashmë e në fund të foljeve nuk e shqiptojmë. I vetmi ndryshim do të ketë të bëjë me shkrimin. Dhe aspekti i tretë në të gjatë, kur kemi të bëjmë me një folje e cila përfundon me këto tre shkronja, consonant, bashkëtingëllore, vowel, zanore, dhe consonant, bashkëtingëllore. Pra do të shohim tre shkronjat e fundit. Edhe nëse folja mund të ndodhi që të përbëhet vetëm nga tre shkronja, nuk ka rëndësi. Nëse shkronjat janë të radhitura në këtë mënyrë, atëherë përpara se ne të shtojmë ing, thamë se do të dyfishojmë bashkëtingëllore në fundit. Double last consonant. Për shembull, kemi foljen swim, notoj, përfundon me w-i-m, pra bashkëtingëllore, zanore, bashkëtingëllore. Çfarë kemi bërë? Kemi shtuar bashkëtingëllore në fundit. Okay? Swimming. E njëjta gjë edhe me get, getting, okay? Edhe këto kryesisht kanë të bëjnë me shkrimin, meqense në të folur nuk është se kemi ndonjë ndryshim, kush e di se çfarë. Tani, të vazhdojmë tek aspekti i fundit. Okay? Kemi disa persona dhe kemi një ditë maj në të cilën ka rënë borë, të cilën nuk është edhe kaq normale, ose të paktën për zonat ku jetojmë ne, pastaj nëse kalojmë më në veri, edhe mund të edhe ti nuk është normale, por mund të ndodhi. Gjithsesi, kemi këta persona të cilat na tregojnë se çfarë kanë bërë në këtë ditë jo të zakonshme, të themi. It's snowing today and it's May. Pra po bie borë sot dhe është maj. Dhe ngrem pyetjen, what are you doing? Çfarë po bëni? Çfarë po bën? Okay? Kemi disa persona që tregojnë shkurtimisht. Në radh parë kemi Ben, i cili thotë: "Ne vini re se jo më koti kemi marrë këto eksperjenca, se do të shikojmë se si ata përdorin present continuous dhe present dhe simple present, dhe zakonisht në të njëjtën fjali, ose në dy fjali të ndryshme, okay, për të treguar pak kontrastin. Në rastin e Ben thotë, I usually walk to work, but today I'm taking the train. Pra tek e para përdor edhe një herë simple present, përse?
po tregon diçka të përgjithshme, diçka të zakonshme. Kurse tek rasti pjesa e dytë e fjalisë, I'm taking the train, po na tregon një veprim që po bën në këto momente, prandaj po përdor present continuous. Pastaj kemi Emma, I'm working at home today. It's cold outside. Edhe këtu. Në të djathtë lart kemi Jack and Kyla, or Kayla. Okay. Çfarë thon këta? We always go to school on Tuesday. Më falni. Pra, we always go to school on Tuesday, but today we aren't at school today. Okay, kemi përdorur to today, nuk ka problem. Why? Përse? We are playing outside. Ne po luajmë jashtë. Pra çfarë thot këtu? Që zakonisht ne shkojmë në shkollë, okay, Tuesday, të martave, por sot ne nuk jemi në shkollë. Përse? We are playing outside. Ne po luajmë jashtë. Arsye është i karambor, Pastaj kemi Susan në fund. I'm wearing snow boots to my office today. I don't usually do that. Unë kam veshur çizme bore për në zyrë sot. Unë zakonisht nuk e bëj atë. Normale, sepse nuk bie çdo ditë borë, sidomos kur flasim për majin. Okej? Kaq kishim për këtë video, për këtë mësim. Ju falenderoj edhe një herë për vëmendjen dhe dëgjohemi në videon e radhës.